Në mbledhjen e radhës, qeveria ka marrë vendimin që të rrisë me 1.4% pensionet, aq sa është edhe masa inflacionit, ose ndryshe rritja kostosi jetesës. Me këtë indeksim, pensioni minimal rritet me 170 lek në muaj dhe vazhdon në varësi të masës së pensionit. Për ata që marrin pension maksimal, shtesa është 340 lek në muaj. Vendimin për indeksimin e pensioneve e ka bërë të ditur Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. 599.364 pensionistë në Republikën e Shqipërisë do të përfitojnë rritjet pensionet tyre mujor si pasojë e përllogarites vjetore që bën Ministria e Mirëqenies Sociale, mbështetur në të dhënat e Instat. Ky vendim merret për të mbrojtur drejt për drejt të gjithë pensionistët në mënyrë që pensioni i tyre mujor të jetë i garantuar pavarësisht luhatjeve normale të inflacionit. Në mbledhjen e radhës, qeveria ka vendosur të rrisë me 15.6% edhe pensionet e 6.600 veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Gjatë 8 viteve të fundit, pensionet e tyre nuk kanë ndryshuar, pavarësisht luhatjeve të inflacionit, çka ka rezultuar në një ulje reale të pensioneve të tyre.